duhet t'ju informoj që në fillim se, sipas rrethonave të njohura dhe bazuar në vendimin e Këshillit Prokurorial të datës 20/11/2025, që ka hyrë në fuqi me 21/11/2025, kam pranuar detyrën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Ky veprim ka qenë i domosdoshëm për të garantuar funksionalitetin e pandërprerë institucional dhe për të shmangur çdo vakum në krye të sistemit prokurorial. Jam i njoftuar se procesi gjyqësor i iniciuar nga ushtruesi i mëparshëm i detyrës, zoti Besim Kelmendi, është në zhvillim. E respektoj plotësisht të drejtën e tij për të ndjekur mjetet juridike dhe njëkohësisht do të zbatoj pa asnjë rezervë çdo vendim të gjykatës pavarësisht përmbajtjes së tij. Në këtë rrethon dhe për të ruajtur plotësisht pamshmërinë institucionale, në këtë mbledhje do të marr pjesë vetëm në cilësinë e anëtarit ex officio të Këshillit në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për këtë arsye, nuk do të përfshihem në diskutime dhe në procesin e vendimmarrjes mbi çështjet që paraqiten sot për diskutim dhe votim, duke mbajtur qëndrim neutral deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Vendimi i Këshillit për caktimin tim është në fuqi dhe prodhon efekt juridik deri në një vendim të gjykatës. Prandaj, deri atëherë, detyrimi im ligjor dhe profesional është siguroj funksionimin e rregullt të institucionit, stabilitetin e sistemit prokurorial dhe respektimin e standardeve të integritetit dhe paanshmërisë. Andaj, dua të jem i qartë se pjesëmarrja ime sot lidhet vetëm me ushtrimin e kompetencës së anëtarit ex officio, ashtu siç përcaktohet me ligjin për prokurorin e shtetit dhe me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe dispozitave kalimtare të këtij ligji. Ju falenderoj. Unë shpreha me pasuesin që e thash, për këtë arsye, si anëtar ex officio dhe të marrë pjesë në këtë takim përputhje me ligjin. Nuk e kam dërmend në diskutim fare në asnjë pikë, dhe po e citoj edhe një herë. Nuk do të përfshihem në diskutime. Mikrofonin nuk protezosh. Jam falë. Që ta keni të qartë, ju lutem. Deri në vendim, sa herë theksova vendimin gjyqësor. Nuk do të përfshihem në diskutime dhe as në procesin e vendimmarrjes mbi çështjet që paraqiten sot për diskutim dhe votim, duke mbajtur qëndrim neutral deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Nuk e di sa paraqet kjo qartësi, po këtë e kam bërë për publikun, për gjithë anëtarët e Këshillit Prokurorial, të qartësoj pozicionin tim sot këtu. Jam ex officio dhe po shprehem qartë dhe shqip. Nuk do të përfshihem në diskutime dhe votim dhe në vendimmarrje. Kjo është më së qartë. Andaj nuk do të preferoja që të largohesha në formën që duhet të largohem, shkaku që po se po e qartësoj pozicionin tim. Më tutje, ju lutem, thoni çka të doni, po unë nuk do të diskutoj.